Horoskopi ditor, enjte 16 korrik 2026. Dashi. Marrëdhënia në çift do të shkojë për mrekulli sot dhe secili nga partnerët do të respektojë lirinë dhe privatësinë e tjetrit. Harmonia në çift do të mbizotrojë. Yjet do t'i bëjnë beqarët më sharmant dhe mundësitë për të takuar personin ideal do të jenë patjetër të shumta. Mos merrni vendime të menjëhershme. Në planin financiar çdo gjë do të shkojë ashtu si ju e kishit llogaritur. Menaxhimi i mirë çon gjithmonë në sukses. Demi. Do ju gjeni zgjidhje sot të gjitha problemeve që keni patur në jetën tuaj në çift dhe do të vendosni rregull. Nuk do të keni më keq kuptime. Klima për beqarët do të jetë e dyzuar. Tregoni sa më të matur që të mos përballeni me surpriza të këqija. Financat do të jenë të pastabilizuara, por nëse tregojeni të arsyeshëm dhe largpamës, mund të mos arrini fundin e humnerës. Binjakët. Ju që jeni në çift do e vendosni dashurinë tuaj para disa provave të vështira. Fatmirësisht, gjithçka do të kalojë me sukses dhe ju do të ndiheni mirë. Nëse jeni ende vetëm, mundësitë për të patur takime do të shumëfishohen. Jeni ju ata që duhet të përzgjidhni personat që ju përshtaten më shumë, por mos u nxitoni. Mos bëni asnjë transakcion financiar sepse nuk është dita e nevojshme. Gaforia. Do të jeni shumë xhelos sot për atë që keni në krah dhe kjo do t'ju nxjisë të bëni disa gabime. Mos e teproni sepse do të pendoheni shumë shpejt. Dita do të jetë ndërlikuar. Për beqarët nuk do të ketë asnjë ndryshim nga disa ditë më parë. Duhet të bëni dhe pak më shumë durim. Mos ndërmerrni shumë rreziqe në planin financiar sepse nuk është ky momenti i duhur. Tregoni më të matur dhe menaxhojeni më mirë buxhetin. Luani. Influenca yjeve në planin sentimental të çifteve do të jetë pozitive. Lidhja juaj do të përforcohet edhe më tepër. Nëse jeni beqar, do të futeni në një situatë mjaft përshtjelluese. Nga njëra anë do të doni të njëjtën pavarësi që keni, dhe nga ana tjetër nuk do të doni të qëndroni më vetëm. Financat do të jenë goxha të stabilizuara dhe ju do të mund të merrni vendime mjaft të rëndësishme. Do të ndiheni më të qetë. Vizhresha. Karakteri juaj pasionant do të dalë më në dritë sot. Do t'ja kaloni për mrekulli me partnerin tuaj dhe do të mund të respektoni mjaft mendimin e tij. Beqarët duhet të tregohen ashtu si janë dhe të mos kërkojnë të imitojnë dikë tjetër. Vetëm kështu do të bëni për vete personin që ju pëlqen. Në planin financiar do të përballeni me goxha vështirësi. Nëse nuk merrni masat e duhura, do të keni mjaft probleme. Peshorja. Klima në jetën në çift do të fillojë të ngrohet sot. Do të bashkëpunoni për gjithçka me partnerin tuaj dhe do t'i pranoni edhe kritikat. Në fund të fundit, ai që ju do të mirën ju nxjerr në pa edhe gabimet. Pamja jashtme do t'i ndihmojë beqarët të tërheqin vëmendjen e shumë personave. Përfitoni nga kjo. Shtrëngojeni pak ripin në planin financiar nëse nuk doni të ngeleni me xhepat bosh. Akrepi. Tensioni që kishte rrethuar lidhjen tuaj do të zbutet gjatë kësaj dite. Nuk do të ndiheni më të qetë dhe do të sqaroheni me partnerin tuaj. Qielli i beqarëve do të dominohet nga yjet. Nuk do të keni ndonjë dëshirë të madhe për të krijuar një lidhje, por personi që do të takoni do t'ju bëjë të ndërroni me njëherë mendim. Më në fund, edhe financat do të fillojnë të përmirësohen. Gjithsesi, kujdes me shpenzimet impulsive. Shigjetari. Mos e acaroni kot së koti partnerin tuaj duke i shkuar kundra në gjithçka. Situata mund të ndërlikohet edhe më tepër se sa ju e kishit menduar. Ekzistenca e beqarëve do të ndryshojë tërësisht. Mund të keni një takim interesant dhe tepër të mrekullueshëm. Shfrytëzojeni. Do të doni të shpenzonit për pamjen tuaj të ardhshme, por kjo nuk është dita më e favorshme. Financat nuk do të jenë të mira sot. Bricjapi. Në jetën tuaj në çift duhet të tregoheni më të matur dhe të mos merrni vendime të pamenduara mirë. Mos e lëndoni me dorën tuaj veten. Beqarët do të kenë goxha takime, por nuk duhet të ndërrojnë të pamundurën. Është më keq për ju, kështu që qëndroni me këmbë në tokë. Për sa i përket planit financiar, do të keni mundësi të stabilizoni atë. Madje disa do të kenë edhe përmirësime të ndjeshme.
Ujori. Do të jeni romantik dhe me më shumë imagjinat gjatë kësaj dite. Ata që nuk kanë frikë të provojnë gjëra të reja do të përjetojnë edhe më shumë emocione. Beqarët do të jenë më pasionantë dhe do të kërkojnë më të mirën për veten. Mundësitë do të jenë të shumta dhe interesante. Tentoni. Ditë e shkëlqyer për financat. Yjet do t'ju ndihmojnë të përmirësoni buxhetin dhe do të bëni dhe ndonjë shpenzim më tepër. Peshqit. Jeta juaj në çift nuk do të përballet as me tension dhe as me debate. Kjo ditë do të jetë e qetë dhe pa probleme, kështu që shfrytëzojeni sa të mundeni duke qëndruar pranë atij që dashuroni. Beqarët nuk do të kenë fat. Yjet do të krijojnë mundësi për takime, por mos tentoni nëse nuk doni të lëndoheni. Do ekuilibroni buxhetin sot. Disa të afër mund t'ju bëjnë surpriza të cilat do t'ju gëzonin pa mas.